familja ka një fokus veçantë në Kur'an, ku pikërisht ka një kapitull të quajtur me emrin Familja e Ali Imranit. Pra, vlera në këtë rast është familja. Ne kemi përmendur që e veçanta në këtë kapitull dhe në këtë histori kuranore është vizioni dhe njeti i lartë që kishte kjo familje. Çfarë vlen të rikujtojmë nga kjo familje? Ajo është patjetër që është një histori nga historitë më të bukura të Kuranit familjar që Zoti e përmend edhe në surën Ali Imran, po edhe në surën Maryam, në shumë ajete kuranore. Është tamam modeli një familje e cila po themi nis herët me pastërti, me besim, me çeltërsi dhe kurorzohet me një çeltërsi dhe një pastërti të tillë. Sepse unë shpeshherë them që një nga profetët e mëdhenj Zotit Isa alayhis salam është produkt siç është biri i Meryemës, që është zonjë e grave të xhennetit, po ashtu është nipi i bashortës së Imranit, gjyshes së tij, e cila ka qenë jashtëzakonisht e sinqert, ka përkushtuar jetën e saj, fëmijën që ishte në barkun e saj për Zotin. Ky zotim, ky sinqeritet, kjo pastërti çoi që Zoti t'i jap pasaj Meryemën, pasaj Meryemës t'i jap Isain alayhis salam, për treguar që besimi edhe trashëgohet në këtë aspekt, po themi çeltërsia, besimi, devotshmëria shpeshherë janë të trashëguara. Patjetër që besimin është Zoti ai që e jep, por e mira vazhdon. Por na treguar që edhe ne nuk kemi gjë tjetër përveç se vazhdimësie, një zotimi, një përkushtimi, një sinqeriteti të një gjyshi, qoftë ai që e njohim apo qoftë ai që nuk e njohim. Por na treguar edhe neve që duhet të kemi të tilla përkushtime, të tilla niyete dhe çeltërsi që Zoti ta jap tek pasardhësit tan, të niprit, të mesat, stërniprit, stërmesat. Me na tregu që Allahu xhaleshan nuk e humb shpërblimin e pastërtisë, e zotimit të atij niyete të pastër, siç e bën në rastin e bashortës së Imranit. Ajo ishte një përkushtim, një devotshmëri totalisht për Zotin e gjithësisë, më thënë, dhe Zoti e pranoi përkushtimin e saj, e rriti atë në formën më të mirë, pastaj Meryemja bëhet nëna e një nga profetëve më të mëdhenj të Zotit të gjithësisë. Në këtë histori mund të lexojmë shumë gjëra, por ndoshta ajo që mua për momentin më vjen është pikërisht kjo besimin ta kemi tek vetja jonë edhe përkushtimin ta bëjmë edhe për brezat e ardhshëm. Sepse Zoti nuk i ka humbur Zoti ato përkushtimet dhe niyetet e pastra.